Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave dhe më pas me zëra qytetarësh sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme për ta ndarë me publikun e madh të emisionit ton. Gazeta Panorama sjell titujt Impjanti në Vlorë, marrëveshja $6 miliardë dhe vizioni i Trump për sigurinë energjetike, mesazhi i ambasadores, gazi natyror. Shqipëria bëhet pjesë e një projekti ndërkombëtar në fushën e energjisë që përfshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Greqinë. Bëhet fjalë për një projekt që ka vlerën e $6 miliardë për importin e gazit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt Evropës jugore. Gjatë nënshkrimit, ambasadorja amerikane në Athinë tha se me këtë marrëveshje po çon para agjendën e presidentit Trump. Bashkimi Evropian i hap rrugën Malit të Zi, jo Shqipërisë. Bushati kritika e qeverisë, duhen prova të forta kundër korrupsionit. Ish ministri, Shqipëria nuk ka bindur ende Bashkimin Evropian për sundimin e ligjit. Më përjashtoi, por refuzoi të hesht. Pas përplasjes, Eliza Spiropali sfidon hapur Ramën, kritikoi modelin që po dëmton Partinë Socialiste. Disa thënie të Spiropalit qëndrojnë braçe, shumë kanë poste pa merit. Partia të jap njerëzve atë që meritojnë. Një opinion nga Pang Chunzue mban titullin Thelbi i marrëdhënieve ekonomike Kin-Europë. Nga Agrona Xhimali, prefekti detar. Nga Andi Mustafaj, a ka meritokraci në politikën shqiptare? Vendimi, indeksohen pensionet e reja, përfituesit, shpronësimet, lista me emrat e pronarëve që marrin parat. Poeti, 7 fletore, si shpëtuan poezitë ndaluara të Havzi Nelës. Të lidhur me tela drejt varrit, rrëfimi Tronditës për masakrën e qaf Valmirit, më 1949 u vran 14 mirëditor. Janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, pazaret, ja si shteti i dhuroi 49.000 m2 objekte të Alpetrol, shoqërisë koreane Jura për 60 vjet. Ndërmarrja baza e tubave me sipërfaqe 49.347 m2 në Fier, pjesë e kompanisë Alpetrol, pasuri shtetërore, ju dhurua me vendim numër 143, datë 12 shkurt 2019, në maskën investitori strategjik kompanisë koreane me pronar Dae Yoel Om. Ai e ka marrë falas për 60 vjet dhe pa taksa, duke përdorur skemën e kontratës €1. Përveç trullit dhe objekteve, është urdhëruar që Alpetrol, Kadastra, Bashkia, operatori shpërndarjes energjisë elektrike dhe ujësjellësi Fier t'i pastrojnë mjedisin e investimit të fabrikës, t'i hipotekojnë pronën dhe t'i ndërtojnë rrjetin e furnizimit me energji, ujë dhe rindërtim rrugë. Ja si pastrohen miliardat e bankers. Lidhjet e Ina Ramës me ish-drejtorin e kundërzbulimit të FBI-s në New York, me Gonigal dhe me mafjen ruse. Ina Rama në konkur ka qenë prokurore përgjithshme, ka pasur në nënhetim disa çështje që lidheshin me investimet ruse në Shqipëri dhe pikërisht oligarkut rus Oleg Deripaska, të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për nderin e kryer nga Ina Rama, e cila ka zhdukur dosjen e oligarkut, dyshohet se ish-drejtori kundërzbulimit, i arrestuar nga FBI, ka ndikuar tek miku i tij në Tiranë për ta emëruar në krye të kolegjit posaçëm të apelimit, për të bërë vettingun e drejtësisë. Nga Adriatik Dashi, kryetari i shoqatës Tomori në Poliçan, botohet shkrimi çfarë po e mundon kaq shumë Poliçanin. Nga Ibrahim Hamza, Fierza, vepra që ndryshoi Shqipërinë. Kosova në zgjedhje të reja, dështon seanca për zgjedhjen e presidentit, kuvendi shpërndahet, nisin procedurat për zgjedhjet parlamentare. Qeveria që meritojmë. Profesor Plasari hedh dritë mbi situatën politike dhe mediatike në vend, largimin e shqiptarëve dhe shtetarët jo profesionist. Frank Shkreli, ish-drejtori i Zërit të Amerikës, pa busull historike, parada ushtarake në Prizren kërkon shpjegim, heshtja institucioneve në Prishtinë dhe në Tiranë. Aktualitet, Denar Biba fal spitalin amerikan të Allaj Beut dhe Hygeja për shkelje. Apeli në kolaps, Këshilli Lartgjyqësor e pranon, harta e gjyqësorit mund të rishikohet. Përgjimën zbulojnë si Daniel Shima manipulonte tenderet në Akshi, në Agjensinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
auditi, dogana e Tiranës, çerdhe dhe abuzimi, i humbet buxhetit 400 milion. Alarm për shëndetin. 2.5 ton salcishe vudi të Spar të kontaminuara me listeri. Auditi nuk gjen gjurmë dokumentash për asgjësim. Skandali, Evis Sala flet për inovacione, shqiptarët zvarriten për ilaçe. Kulturë dhe emigracion, Agim Cerga, për mua një kafe në Shqipëri me miqtë e mi, më e mirë se një drek të famshme në botë. Edhe sot e kësaj dite kam mall për hijen madhështore të Tomorit dhe kanjoneve. Ilirian Dhima, në takimin Rama Mitsotakis, duhet të diskutoj problemi 65.000 emigrantëve shqiptar të palegalizuar. Mjeku në familje, si të parandaloni sëmundjet koronare të zemrës gjatë verës, rrezikut e moshat e treta dhe shenjat që paralajmërojnë diabetin. Mozaik dhe aktualitet, marrëveshja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rama, Vlora kthehet në pikë kyçe për energjinë. Përplasjet në Partinë Socialiste, Spiro Pali, më përjashto, nuk kam sulmuar Partinë Socialiste, por modelin. Projekt ligji mafioz, miliarda pa tender në dorë të ministrit të mjedisit. Sefer Pasha, në Memali është mbyllur Vareza se nuk ka më njerëz. Skandalit e Burgu 313 me akte takmarse. Deputeti Balliu, gati kallëzimi ndaj personave përgjegjës, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani tek gazeta Dita, titulli i saj i madh, Kurthi i empatisë, midis mëshirës dhe drejtësisë. Njeriu që na dhimbset, politikani që na detyrohet. Rasti Metës si përplasje mes empatisë njerëzore dhe përgjegjësisë politike që na fton të reflektojmë nëse një imazh i brisht mund të fshijë dekada të tëra aktiviteti publik. Ndryshimi fizik nuk është as provë pafajësie, as arsye për të harruar kontekstin historik të pushtetit të tij. Ky shënim është një thirrje për ekuilibër, të mbetemi njerëzor, por pa u bërë naiv. Nga Skënder Minxhozi botohet shkrimi nuk ka sukses për SPAK dhe për drejtësinë e re, pa futur në kafaz 21 janarin dhe Gërdecin. Autori akuzon drejtësinë e re se po tregohet e ashpër me proceset aktuale, vetëm për të kompensuar dështimin e saj në zbardhjen e ngjarjeve tragjike që po lihen qëllimisht të shkojnë drejt parashkrimit. Reportazh, një liqen, 2 narrativa. Si është përshkallëzuar kriza e mbetjeve në Kukës. Problemi qëndron në mungesën e një mekanizmi të koordinuar në nivel qeveritar dhe ndërkufitar, kryesisht me Kosovën. Kulti që dikur tallnim metamorfoza e Partisë Socialiste nga parti debati në repart me tundës kokash. Duke krahasuar këtë rrëshqitje me modelin që vetë socialistët dikur kritikonin të kundërshtarët, autorja evidenton një ironi të hidhur. Lufta kundër kultit të njëshit ka përfunduar në riprodhimin e tij. Akuzat për pasurinë, gjykata e posaçme e apelit rrëzon strukturën e posaçme antikorrupsion. Shpallë të pafajshëm ish gjykatësin e lartë Shkëlzen Selimi. Më herët, gjykata evropiane në Strasburg e vlerësoi të padrejtë shkarkimin e Selimit dhe bashkëshortes nga Vetingu. Merret vendimi, Beqaj, gjykim jashtë kafazit për sterilizimin. Vakancat, deklarata, sadushi shfaqet kritik për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Rubrika e shëndetit, rënja e nivelit të hormonit që po kthehet në shqetësim gjithnjë më të përhapur. Specialisti i bimëve mjekësore Ylli Merja shpjegon rolin e testosteronit dhe shkaqjet që ndikojnë në uljen e tij. Studimi i ri, çfarë ndodh me sistemin imunitar ndërsa plakemi. Frika nga autizmi, pse kanë rënë numrat e vaksinimit në 1 vjeç, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, që del në Prishtinë, dështon zgjedhja e presidentit. Kosova shkon në zgjedhje të reja. Në orën 24 pas mesnatës ka përfunduar afati përcaktuar nga gjykata kushtetuese për zgjedhjen e kreut të shtetit, pasi seancët e fundit të kuvendit nuk kanë prodhuar rezultat për zgjedhjen e presidentit të ri. Kështu që vendi shkon automatikisht në zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Partitë opozitare të martën kanë reaguar ndaj përpjekjeve të Kurtit për të zgjedhur presidentin në mënyrë antikushtetuese pa praninë e 80 deputetëve, duke theksuar se kjo është shkelje flagrante e kushtetutës dhe sulm ndaj shtetit të së drejtës që minon rendin demokratik. Kurti dhe maqedonci presin delegacionin e lartë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Antarësimi euroatlantik
synim strategjik i Kosovës. Presidentja e Bangladeshit, shkruan Begjet Shala Bajgora. Në rubrikën aktuale, i dyshuari për sulmin në Washington akuzohet për tentativë atentati ndaj Trumpit. Ndotja e ajrit nga termocentralet. Tregohet se cilat janë pasojat dhe propozohen masa urgjente. Dita botërore për siguri dhe shëndet në punë. Theksohet nevoja për përmirësim të kushteve të punës. Ekonomi. Fermerët drejt humbjes. Qumshti vendor mbetet pa treg. Kesko dhe Kek arrin marrëveshje për stabilitetin e tarifave të energjisë elektrike. Janë shkrimet që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Në studion ton kam rritur dhe gazeta Labëria. Polifonia është historia dhe shpirti i labërisë. Çdo lab është i lindur dhe është rritur me këngën madhështore të polifonisë. Fushbardha dhe kuvendet në labëri, një shkrim nga Zaho Golemi. Nga Albert Zholi, po të shkrimi Vajza e detit, një histori e rrallë. Manxar Binaj, ai që bëri dhe fitoi luftën. Një opinion nga profesor doktor Bardosh Gaçe mban titullin Akademia e Shkencave, një koshere blete pa blet. Përkujtohet në 100 vjetorin e lindjes ish ushtaraku i lartë Begator Kozeli. Nga Agim Jazaj, shërbestarët dhe misionarët e Atdheut. Nga Bazhul Merkej, në 2026 nduam një Shqipëri pa korrupsion. Nga Niko Gjoni, si erdhi pajisja e parë për të kopjuar Çelsat në Tiranë, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Labëria. Kalojmë tani në disa prej gazetave që dalin në versionin online. Gazeta Tema, Mustafa Nano, turp keni që bëni si histerika për pamjen dhe kafazin kuri Ilir Meta. Sfondi grek i marrëveshjes amerikane për gazin në Shqipërinë. Provokimi në Shkup, Ministri Mbrojtjes së Republikës Maqedonisë së Veriut për ulet me ceremoni para pllakës përkujtimore ku shqiptarët etiketohen si terrorist. Ilir Beqaj, kafazi i sigurisë, barazia apo pabarazia e armëve dhe mbrojtja apo mos mbrojtja efektive. Drejtësia me 5 yje po i ngjan frikshëm asaj të vjetrës. Reuters, lumi drin shpëton Shqipërinë nga kriza globale. Disa nga ato që thos Piropali qëndrojnë. Erion Braçe, Partia Socialiste ka investuar te ne, jo e kundërta. Kafazi. Reagon Ilir Meta, më rinte kostumi madh, nuk jam pa ngrënë, por stërvitem 4 orë në ditë. Debatet me Ramën në grupin e Partisë Socialiste. Reagon Eliza Spiropali, më përjashto. Vizita historike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtëpia e bardhë ndan foton e Trump dhe mbretit Charles, 2 mbretër. Banka Botërore, lufta mund të shkaktojë rritjen më të madhe të çmimeve të energjisë në 4 vitet e fundit. Ndeshja e vitit, 9 gola të shënuar në Paris. Paris Saint-Germain mund me spektaklin Bayernin në gjysmëfinale. Gjykata si streha e fundit e drejtësisë. Këshilla e Sun Tzu për Donald Trump. Ndreca, kafazi xhamit sënon barazin dhe parimin e prezumimit të papajësisë. Bosnia dhe Kroacia nënshkruajnë marrëveshje për gaz sjellsin, do të ndërtohet nga amerikanët. Emërimi i dyshimtit Mandelson si ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Parlamenti britanik voton kundër hetimit ndaj kryeministrit Starmer. Editoriali i shkruar nga Mero Baze mban titullin Kur debatoni për drejtësinë, mos keni parasysh politikanët, por qytetarët e thjeshtë. Antena brenda familjes. Muli diskuton mbi krahasimet rreth Saljanit dhe Elizës. Janë tituj që vinë në faqen kryesore të gazetës Tema. Gazeta Koha Jon, në faqen e parë sjell shkrimet, Albin Kurti, a do dalë me i fortë do të humbë pushtetin në zgjedhjet e parakoshme. Inteligjenca artificiale dhe mjekësia. A mund të zëvendësojë inteligjenca artificiale doktorët? Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme, nuk zgjedh dot presidentin. Çmenduri me 9 gola në Paris. Paris Saint-Germain Bayern dhurojnë spektakël në gjysmëfinalen e parë. Më përjashto, sinjal rebelimi apo grupimi i heshtur anti-Rama në Partinë Socialiste. Familja e njohur Kaçori vjen me një reportazh në gazetën Koha Jon. Spiropali përgjigjet Ramës, më përjashto. Berisha, seansat gjyqësore duhet jenë publike, përveç rasteve me sekrete shtetërore. Sadushi, vlerësimi etik dhe profesional nuk është formalitet, por kusht për meritokraci. Hapet plotësisht segmenti i ri i autostradës Tiranë-Durrës. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të gazetës Koha Jon.
Kalojmë tani në gazetën Standard, ka një vështirësi në hapjen e saj në internet. Kalojmë te gazeta Koha që del në Prishtinë. Deputetët çojnë vendin sërish në zgjedhje. Rushiti pranova kandidimin vetëm që vendi të dalë nga ngërçi politik. Abdi Gjiku, Vjosën nuk e shohim si quorum, por si presidente. Partia Demokratike e Kosovës u mbrojt rendi kushtetues. Zgjedhjet të caktohen sipas afateve kushtetuese. Tahiri, sot shpëtoi demokracia në Kosovë. Kurti, Kosova për të pasur presidente të re, duhet të ketë opozitë të re. Nga Enver Robelli botohet opinioni me titull Ode Kolonjë dhe histori të tjera nga Kölni. Mbreti Charles shpreh para Kongresit Amerikan respektin dhe miqësinë më të lartë nga Britania. Janë titujt që vinë në faqen kryesore të gazetës Koha që del në Prishtinë. Gazeta Lajm Mucunski, reformat eurointegruese kanë qenë të ngadalësuara për shkak të zgjedhjeve. Ademi, kujt po i shërben grupimi Vlen? Snopçet reagon për pllakën përkujtimore ku shkruan kundër terroristëve shqiptar. Filipçe, nisma e Frontit Evropian për ndryshimet kushtetuese nuk ka efekt. Shumica qeverisëse vendos për zhbllokimin e procesit eurointegrues. Hapen hetime për përdonim dhe prodhim pornografie me fëmijë në Maqedoni. Janë titujt që vinë në gazetën Lajm. Gazeta Mapo, mbyllet festivali letrar shqiptar, letërsia shqipe përballë inteligjencës artificiale, të shkruash për brezin e teknologjisë. Ndryshime në strukturat e policisë së shtetit, emërime të reja në disa drejtori kufitare dhe komisariati numër 2 në Tiranë. Fotohistori, Noli dhe Konica në themelimin e Vatrës, simboli nacionalizmi dhe adedashurisë shqiptare. Piktura e ditës, denocimi i Traktatit Varshavës nga mjeshtri i tablove historike Vilson Kilica. Ndërpritet sërish seanca, përpjekja e fundit për zgjedhjen e presidentit në Kosovë u bën në orën 23. Trump dhe mbreti Charles zhvillojnë bisedime në zyrën ovale, të pranishme Kamila dhe zonja e parë Melania Trump. Vazhdojmë të presim një opinion nga Arion Sulëm me titullin Gjyqet e mëdha të politikës duhet jenë live, pa kafaz, me prova. Nga Ermal Peçi, çfarë mund të sillte gjyqi i hapur i Ilir Metës? Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të gazetës Mapa. Kalojmë tani te gazeta shqiptarja.com, në rubrikën e saj minut pas minute, i kushtohet kryesisht lajmeve që erdhën nga mesnata nga Kosova. Nuk ka president të ri. Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme. Kurti, opozita do bllokimin e qeverisë. Partia Demokratike e Kosovës u mbrojt rendi kushtetues. Zgjedhjet të caktohen sipas afateve kushtetuese. Shpërndahet parlamenti. Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme. Haxhiu, rruga e nisur nuk meritonte të ndërpritej. Kurti, opozita është e vjetër, sa më shumë po mbahen zgjedhje, aq më poshtë po shkojnë. Gjendet një thymuese para kuvendit të Kosovës. Policia në vendngjarje. Kosova sërish dhe zgjedhjeve të parakoshme. Kurti, vetëm 4 muaj më parë ishin të fundit. Opozita do vetëm bllokimin e qeverisë. Janë shkrimet që vinë minut pas minute në gazetën shqiptarja.com. Kalojmë tani te gazeta Shqip, ndryshime në strukturët e policisë së shtetit. Ja emërimet e reja. Fabrika asfaltit ndot edhe helmon lagje në Kamës. Firma justifikohet se ka bërë vetë monitorim. Kurti pranon dhe Vjosa Osmani si presidente. Vetëm na sill një emrin me 15 firma, por nuk realizua kjo gjë. Tronditet UEFA, gjyqtari arrestohet për sulm seksual ndaj një të mitur, i zbulohen detajet. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të gazetës Shqip. Agjencia e lajmeve NOA, Kosova në krizë institucionale, dështon zgjedhja e presidentit, vendi drejt zgjedhjeve të parakoshme. Trump sulmon kancelarin Merz, nuk e di çfarë flet. Gjermania po shkon keq. Kurti, nuk kemi problem me kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por vota nuk garantojmë. Çfarë dihet për burrin shqiptar që u vra me plumb kokës në Greqi? Vazhdon përplasja. Spiropali e kritikon, Balluku e lavdëron Ramën. Shqipëria po bëhet pikë referimi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tronditet tregu global i naftës. Emiratet e Bashkuara Arabe largohen nga OPEC dhe OPEC+. Janë shkrimet që veçuam nga Agjencia e Lajmeve NOA në mëngjesin e ditës së sotme. Gazeta Bulevard ka një problem si mund t'jesh alternativ kur ke 36 vite që kontrollon Partinë Demokratike? Gazetari Osman Stafa bombardon Berishën me pyetje me spec. Kamera si vetingi dyti i drejtësisë. Është një shkrim nga Lutfi Dervishi. Ka ende frikë nga ideja transmetimit televiziv të gjyqeve me interes të lartë publik. Megjithatë, koha e burimeve pranë hetimit, burimeve të mia dhe fragmenteve selektive duhet të marrë fund. Drejtësia që fshihet prodhon pashmangshmërisht dyshim, ndërsa drejtësia që nuk ka frikë kameran prodhon autoritet. Nënvizon Lutfi Dervishi në këtë koment që botohet në përgjithësi të gazetës Bulevard. Në gazetën Bulevard gjithashtu botohet dhe shkrimi zbythet gjykata kundër krimit të organizuar. Nxjerr Ilir Beqe nga kafazi në sallën e gjyqit. Durrës Lajm është portali që sjell shkrimet. Isuf Sheu, mësuesi që e ktheu jetën në mision dhe dijen në dritë. Punëtorët në Durrës rrezikojnë jetën. Kushtet teknike të sigurisë nuk respektohen fare. Rikthehet mozaiku Bukuroshja e Durrësit në shtëpinë e tij. Muzeu arkeologjik rihap dyert. Durrës gjendet pa shenja jetën në banesë një 76 vjeçar. Siguria në kantiere, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit gjoba dhe pezullim punimesh për 65 subjekte. Kalojmë tani në disa lajme sportive përmes rubrikës Lajmet e fundit të gazetës Panorama Sport Online. Ndihemi krenar që e quajmë rezultatin në 5-4. Harry Kane, Paris Saint-Germain u lodh. Ja çfarë ndeshje do shikoni javën e ardhshme. Mbrëmje magjike, Luis Enrique thyen rekordin historik të Pep Guardiolës. Nuk mjaftuan 9 golat. Dembele premton spektakël edhe në ndeshjet e kthimit ndaj Bayernit. Na pret një ndeshje e shkëlqyer. Gjysmëfinalja e çmendur me 9 gola. UEFA zgjedh lojtari më të mirë të supersfidës Paris Saint-Germain Bayern. Dueli spektakolar Paris Saint-Germain Bayern, ylli i skuadrës gjermane futet me karrocë invalidësh në stadium. Mbrojtësi anglez trazon merkaton, në radar edhe futbollistja seksi. Ritëm i çmendur, Paris Saint-Germain Bayern futet një histori dhe bëhet gjysmëfinalja me më shumë gola. Muçi rikthehet titullar, Aslani kalon në rezervë, ja situata me futbollistët e kombëtares. Kalendari i Partizanit, 3 ndeshje delikate, të kuqt e mbyllin në shtëpi. Vora kërkon mbijetesën, Daka, fitore e merituar, Presti shënoi sërish Elbasanit. A është Milani destinacioni i duhur? Lukaku drejt largimit nga Napoli. Mbijetesa një enigmë. Bylisi ëndërron pikë në Shkodër, janë shkrimet që veçuam mëngjesin e sotëm si informacionet të fundit në gazetën Panorama Sport Online. Dhe kemi sjellë kështu informacione më të fundit përmes disa prej gazetave të cilët dalin si në versionin print dhe disa prej tyre që mbri në studion ton në versionin online. Dhe tani si gjithmonë, unë juftoj në numrin ton të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj Regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.